Vdekja më absurde. Kush nga ju ka asistuar ndonjëherë të shohë një aksident ose të shohë një njeri teksa jep shpirt? Është gjëja më e keqe që mund të shohësh në jetën tënde. Është ekstremiteti më i madh që mund të ketë në atë moment truri yt. Dhe jo vetëm kaq, por është një pson, një shok kaq të madh, ndonjëherë edhe me të vjedha. Ndiqeni këtë material sepse të gjithëve mund t'i ndodhë, kjo është jeta, nuk kemi ç'bëjmë, dhe është mirë që mendja të jetë e përgatitur. Ishte viti 2000. Unë sapo kisha mbaruar turneun në Shqipëri dhe më thërrasin në Kret. Dhe shkoj në Palladium të Kretës, edhe përshëndes gjithë shqiptarët që janë atje, shokët, ata që punojnë tek Palladium, se ka shumë që punojnë atje, ose tek Water City, dhe më ftuan edhe atë vit, sepse isha një vit më përpara, po më ftuan sërish atë vit. Dhe shkoj. Dhe teksa do i merja rrugën, ma në telefon Stefan Sortinin, që ka qenë regjisor bashkë me Rula Koromila në Antena. Në atë kohë ishte në Mega Channel. Dhe e marr në telefon, i them, shiko, do vi në Greqi, nëse të duhet në një ndërhyrje ime, më thuaj që unë të përgatitemi, thash, se unë do shkoj direkt në Kret. Dhe ashtu bëm. Më tha, okay, tha, ram dakord për çmimin dhe përgatit, tha, do dhe një numër të madh që të bënte zhdukjen e prezantueses nga skena në sallë. Dhe unë ishte detyruar që të përgatitesha mirë dhe do e përgatisja numrin që nga shtëpia, me fjalë nga Italia, për të shkuar atje. Dhe shpesh shkoja në garazh. Mirë po, garazhin e kisha më përpara, e kisha jo këtu pranë shtëpisë që kam tani, por e kisha tek një shok. Me fjalë, ky shoku më mbante disa materiale. Jo se nuk pagoja, por atje mbaja materialet. Dhe unë isha i detyruar që të bëja disa kilometra derisa të shkoja atje. Dhe shpesher e bëja vrap, me fjalë vrap, jo në vrap në këmbë, por vrap që të arrija në kohë, sepse koha ishte e shkurtër. Dhe ju e dini që trafiku i Romës është tmerr. Dhe ç'bëra, një ditë ishte pasdite. Ishte pasdite ora 2:20. Unë isa dhe mbaj mend hëngra një copë bukë me djathë dhe ca gjëra që kisha aty dhe vrap, ishte ko vere, sapo kishte filluar vera. Dhe mora makinën, kisha harruar diçka, sepse shkova deri tek makina, u ktheva sërish, e mora kjo për të treguar që unë isha super i angazhuar atë periudhë. Dhe nuk më dilte koha. Sepse gjatë asaj kohe kisha në spektakle këtu në Itali. Dhe kështu që marr makinën, siç ashtu dhe vrap me makinë, siç e bëja gjithmonë, po me shumë kujdes që mos më kapnin telekamera dhe mos me semafora të kuq, asnjëherë me semafor të kuq. Dhe arri poshtë tek në Trastevere. Dhe sapo zbres aty poshtë është një udhkryq tek Trastevere, një burr, si mund të quhet, rreth 30 ca vjeç, 40 vjeç, me motor. Dhe unë e pash, me fjalë, truri ishte, unë po shikoja makinën, por mendja ime, kush e di ku ishte për spektaklet. Dhe po shikoja, teksa shikoja makinën, për ato parametrat e makinës, më vajtën syt atje tek ai. Ai po vinte që andej. Dhe ai po vinte, se siç ju thash unë asnjëherë me semafor të kuq, biles kur është semafor i verdh, ndalem që para kohe. Me shumë nga ndalë që mos të kem ndonjë mbrapa, se zakonisht të gjithë ecin vrap. Me fjalë që të kalojnë se u vete vonë. Dhe ai sapo vinte, ai e kishte precedencën, sepse ishte ende semafor
i verdhë. Mirë po, nga ana tjetër, erdhi një makinë dhe mund ta ketë përplasur rreth 11 metra. Pa egzagjerim, me gjithë motor 11 metra. Dhe si u përplas ai murin e një ndërtese. Si erdhi që ndej përplasja edhe mur të ndërtese. U bllokua trafiku, u ngritëm, shkuam aty. Askush nuk e prekte me dorë, sepse ju e dini që për shembull në Itali është problem nëse prek me dorë është problem nëse prek me dorë sepse ti nuk je ekspert dhe nuk je i detyruar me fjalë që të vi një ambulancë. Morën thërritin ambulanca, po sa të vinte ambulanca, u desh 20 minuta të vinte ambulanca edhe pse ishte afër spitali. Dhe të shikoje atë njeri teksa jep të shpirt, është gjëja më, çfarë të them. Më falni për shprehjen, po unë volla. Volla, shkova pas makinës dhe volla sepse nuk e mbaja dot veten. Dhe ajo shku nga goja, plot me gjak, o Zoti i madh, o Zoti i madh. Çfarë kam para të ditë, nuk do ta harroj kurrë. Me një fjalë, kaluan ditë të tëra dhe unë mendoja, po pse kështu vdes njeriu, sepse ne nuk e kemi parasysh. Se më falni që hapa këtë bisedë sot, por e them sepse njeriu duhet të jetë i përgatitur. Unë nuk isha i përgatitur. Unë nuk isha i përgatitur jo vetëm ta shihja një diçka të tillë, por edhe psikologjikisht. Kush do ma thoshte mua? Kush do e dëgjoja unë që të më thoshte që unë pash njeri këtu apo atje duke dhënë shpirt teksa bënte një aksident. Asnjëherë nuk ta thot kush. Sepse s'kisha njeri e para njerë. Unë këtu jetoja vetëm. Kështu që fillimisht dhe se pastaj pas vitit 2000 njohta një vajzë dhe jetova me një vajzë, por ishte ende fillimi atëre, sepse unë erdha në 99-ën, sapo mbarova kontratën në Greqi, erdha këtu dhe u përsërit pastaj si thash në vitin 2000. Dhe nuk do ta harroj kurrë atë ditë, thash që nuk e preku njeri dhe mora vesh që sepse unë u interesova dhe ditën tjetër, doja të dija çfarë i ndodhi. Se më erdhi kaq njerëzit shiko, sa më shumë njerëz ka dhe aq më shumë enefregizëm ka. Mirë po unë vija nga një kontekst tjetër dhe e përjetova atë moment sikur të ishte një vllai im, një kushuri im, një shoku im. Ishte e rëndë. Më erdhi keq sepse njerëzit mundohen me të gjitha mënyrat që të shkurtojnë kohën, sepse punojnë. Ai shkreti kush e di, ku shkonte në punë, ose mbaroi punën, edhe po kthej. Nuk u kthye më. Edhe më ka mbetur peng, sepse të shikosh tash diçka një njeri që të jap shpirt edhe mos ta prekësh për më tepër, se s'ke nuk e prek dot me dorë, por nuk e prek askush, jo më unë që kush isha unë. Por që mos ta prekësh dhe me dorë është gjëja më e rëndë. Me fjalë, në mendjen time ishte o Zot, paktën jepni dorën, jepni diçka, i thoni diçka. Askush nuk e prekte, vetëm rrinin aty afër, dhe askush se s'kishte asnjë profesionist. Dhe u interesova si që thash dhe dëgjova që mora vesh që ai vdiq. Pak rëndësi ka që ai me makinë e arrestuan, apo ku ta di unë, apo pagoi, apo s'ka rëndësi. Humbi jetën njeriu tjetri, i ri, jo më shumë se 40 vjeç. Dhe në këto raste është mirë thash që njeriu të jetë i përgatitur psikologjikisht. Ne zakonisht, sepse mendja është shumë delikate. Shiko, do përqendrohem pak tek mendja, meqense hapa këtë bisedë. 2 minuta dhe pastaj do t'ju lë rehat. Sepse do dëshiroja edhe një komentin tuaj, nëse edhe juve u ka ndodhur një gjë e tillë, një fatkeqësi e tillë, shpresoj mos ndodh kurrë, shpresoj që të jetoni në pafundësi, sa të do i qefi juve. Dhe po këto janë problemet jetës. Me një fjalë, askush është i pavdekshëm, që të gjithë jemi drejt asaj rruge.
kush më përpara dhe kush më pas. Dhe po thosha, mendja e njeriut është shumë delikate. Shumë delikate. Shiko, e kemi thënë disa herë, si ta ambientosh trurin tënd. Ka disa që ambientojnë trurin duke u bërë vrasës, disa e ambientojnë trurin duke qenë të mirë, pra ata që bëjnë meditime, si quhen lamët në Indi, që ti edhe po ti shtysh, po ti qëllosh, po bëj si të duash ti, ata të thonë faleminderit dhe buzëqeshi. Pra varet se si ti e përgatit mendjen. Dhe në këtë rast, përgatitja e mendjes është shumë efikase në një moment të tillë sepse mund të krijojë një kolaps të madh. Me një fjalë, e keni vënë re kur thot në njëri ai ka patur trauma kur ka qenë i vogël. Pikërisht pra sepse janë këto fragmente të jetës që njeriu pëson trauma. Dhe ky është një traumë. Me një fjalë, unë e përjetova si një traumë, edhe pse isha i madh në moshë, nuk isha fëmijë, sidoqoftë në vitin 2000 sa isha 30 vjeç. Dhe po thosha që sidoqoftë është një traumë e madhe. Dhe varet se këtë do të thoshja, varet se si truri e përballon, se jo të gjithë din ta përballojnë. Ka disa që e përcjellin gjatë jetës dhe u krijon probleme të rënda. Ndoshta edhe mua më ka krijuar probleme të rënda, ku i dihet. Megjithatë më vjen keq për atë njeri dhe doja t'ja u thoshja sepse më ka mbetur në mendje dhe nëse se dikush ka ju i ka ndodhur një moment i tillë, një njeri i tillë, do të lutesha, nëse është e mundur, ta diskutojmë së bashku. Ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Ju përqafoj natën e mirë.